Situata në fakt në këtë moment është nën kontroll operacional, që nga momenti I parë që është marrë njoftimi nga punojësit e landfillit drejt forcave, drejt efektiveve të zjarrfikses së Bashkisë Vaudeos. Menjëherë janë paraqitur, kanë vlerësuar situatën, është vendosur drejtuesi I operacionit për izolimin dhe shuarjen e zjarrit. Është evidentuar që përmasat e zjarrit në fakt kanë qenë relativisht të mëdha, të favorizuara edhe nga era në ato momente, por edhe në vijim, dhe menjëherë është kërkuar ndihmë nga bashkitë më të afërta. Mënyrë të menjëhershme në fakt është përgjigje edhe Bashkia Shkodër me 2 mjete zjarrfikse dhe me efektivët përkatës. Gjithashtu Bashkia Lezhë, pas janë bashkuar edhe autobotët dhe zjarrfikse së bashku me efektiv nga njësitë në Kamës dhe në Tiranë. A janë vendosur flakët e zjarrit në kontroll? Në këtë moment po punohet në 2 drejtime intensivisht, qoftë nëpërmjet forcave zjarrfikse, por edhe nëpërmjet mjeteve të tonazhit lart dhe skavatorëve. Domethënë plani I veprimit është bërë në 2 drejtime, qoftë nëpërmjet mënyrë drejt për drejt nëpërmjet ujit, qoftë edhe nëpërmjet mjeteve të tonazhit të lartë. Në këtë moment, sapo dolëm nga inspektimi I rallës në terren, situata, sikurse e thash, është nën kontroll operacional, është izoluar, nuk ka rrezik për banesat, rrotull, flakët vazhdojnë që të jenë akoma dhe vatrat janë akoma aktive, por po punohet intensivisht dhe do të vazhdojë puna intensive gjatë gjithë orëve të natës.